Miqtë e emisionit për të traditës, jemi rikthyer sërish në Gramsh. Po pse jemi rikthyer sërish në Gramsh? Jemi me një personazh që prej 2 vitesh bën surprizat e radha jo vetëm në qytet, por në fshat dhe në çdo lagje. A e dini pse i bën këto surpriza? Kush është ky personazh? Le të diskutojmë dhe ta pyesim por se ka ardhur në Gramsh dhe po bën këto surpriza për 2 vite rresht. E ndjeki. Zotja Jazi, të përshëndes është kënaqësi që të bashkëbisedoj me një person si ju. Ju njiheni në Gramsh si personi i surprizave. Personi që po ndryshoni për 2 vite, keni ndryshuar thuajse pamjen e Gramshit. Pse quheni personi i surprizave? Shiko, Xheni, faleminderit ty dhe televizionit tënd që jeni në Gramsh. Në fakt, ndjem shumë mirë sepse nuk më ka munguar mbështetja e medias në pasqyrimin e aktiviteteve, po dhe punëve që kemi bërë bashkarisht edhe si bashki, po edhe me qeverinë në qytet dhe në fshatra. Njeriu i surprizave nuk është se unë jam njeriu i surprizave, unë kam marrë detyrën e kryetarit bashkisë në vitin këtu në Gramsh e njohin njeriu i surprizave. 2023-shin. Çdo lagje ndryshon. Shiko, dita nga nata. Detyra është një gjë dhe detyra e bërë me pasion dhe me dashuri është një gjë tjetër. E kam parajgjykuar në fillim, kur unë thoja që shiko, këto punët duan dhe dashuri, duan dhe pasion. Nuk duan thjesht që ke një ide që do zhvillosh një lagje apo do bësh një investim dhe hajde ta bëjmë, gjejmë paratë dhe e bëjmë. Puna do dashuri, do pasion, do përkushtim, do të merresh çdo ditë me të. Më besoj që unë gjej kohën, marr nga koha e familjes time, marr nga koha e fëmijëve të mi për t'u përkushtuar punës dhe jashtë orarit zyrtar. Nuk duhet të them që unë po bëj namin, por realisht që nga unë i pari e deri tek i fundit i bashkisë, çdo ditë punojnë me shumë dashuri për qytetin tonë. Jeni njeriu i surprizave që ndroi sërish ke pyetja ime sepse keni arritur lidhni Gramshin me Beratin, Gramshi me Skraparin, me infrastrukturë super, Gramshi me Pogradecin, në çdo fshat, në çdo keni arritur që keni zbuluar shumë evente të bukura natyrore. Ne i kemi dhënë, shkelzen, janë të ndarë në Gramsh dhe opinionet. Disa mendojnë që aktivitetet që bën bashkia apo kryetari është shpenzim kohe dhe paraje kot sepse mund të kishte bërë një gjë më ndryshe. Por unë i kam thënë gjithmonë këtyre njerëzve që shikojnë, mund të duket shpenzim kohe dhe paraje sot, por frytet do t'ja marrin mbas 2, mbas 5, mbas 10 vitesh. Këtyre që ne po bëjmë sot. Para 2 vitesh apo 3 vitesh kishim 30.000, 40.000 vizitor. Para 10 vitesh kishim 2.000 apo 3.000. Sot kemi mbi 120.000 vizitor në Gramsh gjatë gjithë vitit. Pse? Po sepse një aktivitet, një promovim, një spektakël, disa këngëtarë që thirren, disa instrumentistë që vinë, disa grupe turistës që vinë dhe bashkëpunojnë me aktivitetet tona, shumë grupe rrelli që vinë në Gramsh për të bashkëpunuar me aktivitetet tona, për të marrë pjesë në aktivitetet tona. Të gjitha këto janë mënyra dhe forma promovimi. Dhe kështu vinë turistët në rritje, në numër, shtohen parat që i mbesin qytetit nga konsumimi i produkteve, po edhe i gjërave të tjera në qytetin tonë, parat mbesin në qytet. Nese do të kemi më shumë biznese, do të kemi më shumë aktivitete, patjetër duke mos lënë më njanë edhe punët që janë domosdoshmëri dhe shërbimet që janë domosdoshmëri e përditshme për qytetin. Si
keni arritur që i keni rikthyer disa të rinj nga Tirana në Gramsh ose nga Italia, nga Greqia? Është e vërtet. Kemi rikthyer në profesione të ndryshme, inxhinier, arkitekt, jurist, kanë qenë me punë Tiranë ose kanë qenë në emigracion, i kam rikthyer, i kam kontaktuar personalisht drejt për drejt vetë, i kam thënë që ashtu si unë jam rikthyer duke lënë gjithçka në Tiranë, jam rikthyer, banoj dhe punoj tashmë në Gramsh. Hajde çuna goca t'i japim një dorë gjithë bashkë qytetit tonë për ta zhvilluar dhe për t'i dhënë atë shtysën që edhe qytetet tjera ja kanë dhënë. Që mos të japim dhe ne. Dhe faktikisht kam gjetur mbështetje, kam gjetur për kraj, janë rikthyer, punojmë gjithë bashkë tani këtu në të mirë qytetit tonë. Flasim ke kultura. Unë di se jam djalë gramshake dhe të rinjtë e Gramshit e duan kulturën. Kush është aktiviteti i radhës që ju do organizoni? Shikon, ne kemi qelin e sezonit në liçenin e Zambakve apo liçenin e Dushkut. Aty kemi piknik, kemi shumë të ftuar, artistë, këngëtar, grupe muzikore, të muzikës lehtë, muzikës alternative, të rockut, të muzikës komerciale. Në Korrik kemi festivalin e Livandos. Të dyja këto aktivitete, qoftë çelja e sezonit, qoftë festivali i Livandos, janë në vitin e dytë të tyre. Pra nuk kanë qenë më parë si aktivitete, janë futur në kalendarin e aktiviteteve artistike dhe kulturore të bashkisë. Jam shumë i kënaqur me to, jam shumë i kënaqur me pjesëmarrjen edhe të njerëzve, por edhe me angazhimin e të gjithëve. Kanë lënë shije të veçantë tek turistët dhe tek pjesëmarrësit, sidomos festivali i Livandos që është një aktivitet shumë i veçantë, jo për Gramshin, po për gjithë Shqipërinë. Ne e bëjmë në parcelat e pafundme me Livando që ka qyteti jon. Aty kemi organizuar vitin e kaluar edhe një aktivitet tjetër, ku më shumë se 30-40 influencer nga i gjithë rajoni kanë qenë aty për të promovuar disa produkte komerciale. Dhe kjo ishte fill një javë pasi ne bëm festivalin e Livandos. Pra, për një javë na erdhi fryti i këtij aktiviteti. Sigurisht kemi festën e madhe të 18 gushtit, që është festa e qytetit, një festë e shtrirë në 3 net, 3 ditë e 3 net, me një larmishmëri të pafundme të aktiviteteve dhe zhvillimeve të ndryshme artistike brenda këtyre 3 ditëve. Gramshi është i ndarë në 3 zona, se unë e njoh shumë mirë Vërsu, Lodhë dhe Tomorric. Kush të tërheq më shumë që ti ta vizitosh? Unë i vizitoj edhe pa pasur këtë detyrë, unë i kam vizituar më parë njësoj me dashuri të gjitha atraksionet dhe gjitha vendet apo krahinat, siç the edhe ti, të zonës tonë. Janë 3 krahina me tradit, janë 3 krahina me kulturë, janë 3 krahina me taban të fortë dhe me njerëz shumë punëtor, me njerëz shumë të mirë, me njerëz që e duan vendin e tyre. Këto festa i bashkojnë komplet këto. Nuk diskutohet. Ne kemi vitin e kaluar kemi pas një festë shumë të madhe të 18 gushtit, e kemi zhvilluar në stadiumin e vjetër të qytetit, që për pak ditë tashmë nis të rikonstruktohet. Dhe po mendojmë vendim ku do ta bëjmë, sepse nuk e bëjmë dot më në stadium, se ai do kthehej në një kantier pune, po ne kemi pasur 4 net vitin e kaluar, më shumë se 4.000-5.000 veta në çdo natë. A njerëzit e ndryshëm, miq, shok, dashamirës nga Tirana, nga qytete ndryshme thonin, ore, nuk i mbledh dot në Tiranë këto 5.000 veta, si ka mundësi. Shiko, ne e duam dhe artin, e duam dhe kulturën si Gramsh, si popull, e duam dhe gjën e bukur, e duam melodin. Mjafton që këtyre njerëzve t'u japësh nëpërmjet aktiviteteve, nëpërmjet sipërmarrjeve të ndryshme, sepse ka realisht nevojë, qytetet vogla si Gramshi kanë realisht nevojë dhe janë të jetura, janë të uritura për art dhe për kulturë.
Ju njiheni si personi që po ktheni njerëzit shumë të ikur nga Tirana, ashtu siç e thamë edhe më sipër, nga Tirana, nga Italia, janë rikthyer në Gramsh, banorë të Gramshit. Sa kanë kontribuar në biznese, përse janë rikthyer këta persona? Shiko, një pjesë e tyre janë rikthyer për, siç thash, për të qenë bashkë me mua në administrat, në stafin tim për të punuar për qytetin, por ka dhe një pjesë që janë rikthyer për të hapur një biznes tyrin, për pasur një aktivitet tyrin. Ne kemi të rikthyer edhe ish banorë qytetit tonë që kanë punuar dhe kanë jetuar jashtë për shumë vite, si në Abu Dhabi. Është rikthyer Sajmieri, ka ardhur në qytetin e vet, bashkë me bashorten e tij të huaj dhe punojnë këtu, punojnë në qytetin tonë. Për zhvillimin e turizmit malor, kush është plani juaj? Plani kryesor është ajo që i ka vënë theksin edhe kryeministri dhe qeveria, që është paketa e maleve. Dhe Gramshi është një përfituese shumë i mirë e kësaj nisme, e paketës së maleve. Sepse ka shumë facilitete, ka shumë lehtësira nga kjo sipërmarrje e re, nga paketa e maleve për pronarët e tokave, për ata që i kanë posedim, për atë që ka dëshirë apo ka iniciativën dhe ka buxhetin për të nisur një sipërmarrje private, ka shumë lehtësira në lejet e ndërtimit, ka shumë lehtësira tjera në çështjet që deri më sot janë burokratike, por ka edhe një mbështetje nga qeveria në formën e kompensimit financiar. Pra, kjo është sa i përket paketës maleve, por që problemi kryesor i turizmit malor dhe të aventurës në Gramsh është mungesa e infrastrukturës rrugore. Një pjesë e atraksioneve për nga natyra e tyre nuk e duan infrastrukturën asfalt, por duhet infrastruktura asfalt për zhvillimin e mëtejshëm të zonës, jo thjesht për turistin që të shkojë atë ditë. Sa i turisti i aventurës dhe i malit nuk shkon me vetur të vogël, sepse e di shumë mirë që ky lloj turizmi bëhet me off-road, bëhet me makina 4x4. Por duhet sepse nëpërmjet asaj rruge të shtruar, nëpërmjet atij asfalti që shkon në destinacione turistike, aty banorët mund të hapin mund të ngrenë një fermë, mund të ngrenë një baxho, mund të ngrenë një bujtin, një agroturizëm, një hotel, pse jo? I qëndroni atij versioni që zonat të rrinë e përpulluara dhe të rikthehen njerëzit edhe Patjetër, edhe nga bisedat që unë kam bërë me patriotët e mi që janë të larguar nga qyteti, kërkesa e tyre është infrastruktura dhe dëshira shumë e madhe për të rikthyer jo në qytet, por në fshatrat nga ata kanë origjinën dhe për të investuar në tokat e tyre. Dhe unë jam duke bërë çmos, jam duke bërë maksimumin që mund bëj një kryetar bashkie për t'i afruar dhe për të kontribuar bashkarisht për zhvillimin e zonave. Kush është surpriza e radhës sot, jo vetëm për banorët e Gramshit, por për vizitorët, por për gjithë shikuesit? Kush është surpriza që ne duhet ja servirim? Shiko, mua nuk më pëlqen që t'i quaj surpriza, sepse edhe këto që quhen aktivitete, unë i shoh si punë. Jo thjesht për të argëtuar disa fëmijë, disa të ri, apo shtresa të ndryshme. Por kjo është edhe një punë. Është një punë për të mbajtur afër fëmijët me artin dhe me kulturën. Është një punë për të mbajtur të rinjt larg veseve të këqija, por për t'i angazhuar në art, në pikturë, në këngë, në valle, në muzikë. Por e shoh edhe si një promovim. Promovim për gjithë zonat tona turistike, promovim për gjithë atraksionet tona, për t'i thënë njerëzve që shiko, nuk ka jetë vetëm në Bregdet dhe vetëm në 2-3 destinacione që njihen tashmë
po ka jetë edhe në Gramsh. Ka turizëm dhe ka një turizëm të mrekullueshëm të natyrës në Gramsh. Ne kemi kanjone, ne kemi ujvara, ne kemi liçene akullnajore, ne kemi kala, ne kemi shpella. Ne ofrojmë gjithçka. Shiko. Se çfarë mund të shoh? Në Gramsh, përveç atraksioneve turistike të pafundme, ka edhe një turist do të gjejë një kulinari shumë të shijshme. Me gatime vendase, gatime tradicionale, gatime të zonës që janë me vërtet shumë të mira e shumë të shijshme. Po sigurisht një turist këtu nuk mund t'i ki për një ditë. Për një ditë do të shofi vetëm një të 5-ën apo një të 6-ën e të gjithë atraksioneve tona. Sepse Gramshi të ofron që në hyrjet e të saj, të ofron kanjonin e Oltës dhe shpellën e Kabashit. Mbëtutje nëpërmjet rrugës piktoreske të ofron liçenin e banjës. Më tutje akoma shkojmë në ujvarën e Sotirës, shkojmë në kalan e Irmajt, shkojmë në kalan e Tunjës, shkojmë në krahun tjetër, kur shkojmë në liçenin e Dushkut, apo liçenin e Zambakve, shkojmë në Grabovën sipër, një pasuri, një thesar ende i pazbuluar i trashëgimisë kulturore. E një qyteti të lashtë që në kohën e Voskopojës dhe më shumë banor se sa Voskopoja, që në ato vite. Pra, shkon në ujin e ftohtë, në Rovje, një perle natyrës. Shkon në liçenet e Lukovës, një perle natyrës dhe atje. Pra, nuk mund shkosh, thua në Gramsh do shkoj në një vend. Po shkove në Gramsh, duhet me patjetër të qëndrosh minimalisht 3 ditë dhe t'i shijosh këto mbregulli të natyrës. Sa vlen fjala çdo rrugë të shpje në Gramsh? Për mua vlen, vetëm kjo vlen. Për mua vetëm kjo vlen. Që absolutisht gjitha rrugët të çojnë në Gramsh dhe askund tjetër. Ishte kënaqësi që vishte. Shumë faleminderit që më dhat mundësinë që nëpërmjet ekranit dhe emisionit tuaj të përcjell me sa të mundem bukuritë, atraksionet, aktivitetet dhe zhvillimet e fundit në qytetin tonë. Sezoni turistik në Gramsh, prej sa vitesh organizohet? Po, ka rreth 2 vite. Është viti 2 që organizohet sezoni turistik. Dhe ne sot jemi mbledhur bashkë me shoqërinë këtu për të festuar sot të fest. Sa të ardhura i sjell zonës ky organizim këtu? Tani ky organizim ka goxha resorte për këtë zonë. Duke filluar që është nga turistë huaj dhe turistët vendas që vinë dhe frekuentojnë këtë vend. Liçenin e Zambakve është goxha resort i bukur për të vizituar nga gjithë shqiptarët dhe nga të huajt. Çfarë mendon se duhet ndryshuar në këtë zonë? Për mendimin tim dhe bashkë shokëve të mi duhet të ndryshuar infrastruktura rreth parë, rrugët. Ajo është kryesorja që ky vend ketë më tepër zhvillim dhe më tepër turizëm. Po të rinjtë e kësaj zone, a janë të angazhuar me punën e aktivitetit që bëhet? Po, dhe të rinjtë janë angazhuar me punë. Shumica janë kthyer dhe nga kurbeti dhe kanë investuar për këtë zonë, por duhet më shumë dorë nga shteti që kjo zonë ndryshojë dhe të ketë më shumë frekuentim nga të huajt dhe nga vendët. Miqtë e emisionit për dhe traditës, ishim me kreun e Bashkisë Gramsh, i cili na foli gjatë për turizmin dhe për zhvillimin e turizmit malor në Gramsh, si dhe për ngjyrat që i ka dhënë këtij qyteti.
Unë ju uroj një fundjavë të mbarë dhe miu takofshim në emisionin e radhës.